Me hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, të lexojmë nga dhjata e re tani, nga letra e apostullit Paul drejtuar Romakëve, kapitulli 8 dhe paragrafi 28. Romakët kapitulli 8, paragrafi 28. Dhe ne e dim se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirën për ata që e duan Perëndin, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij, sepse ata që ai ka njohur që më parë dhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shembëltyrën e birit të tij, kështu që ai të jetë i parlinduri në mes të shumë vëllezërve. Dhe ata që ai i paracaktoi edhe i thirri, dhe ata që i thirri edhe i shfaqsoi, dhe ata që i shfaqsoi, ata edhe i përlevdoi. Dhe shkojmë dhe në kapitullin 9. Unë them të vërtetën në Krishtin, nuk gënjej dhe jep dëshmi me mua ndërgjegja ime me anë të frymës së shenjtë. Kam një trishtim të madh dhe një dhembje të vazhdueshme në zemrën time, sepse do të doja të isha vetë i mallkuar, i ndar nga Krishti për vëllezërit e mi, për farefisin tim sipas mishit, të cilët janë izraelit dhe atyre u përket birëria, lavdia, beslidhjet, shpallja e ligjit, shërbimi hynor dhe premtimet, të tyre janë dhe etrit për të cilëve rrjedh sipas mishit Krishti, i cili është përmbi çdo gjë Perëndi, i bekuar për jetë. Amen. Por kjo nuk do të thotë se fjala e Perëndis ra poshtë, sepse jo të gjithë që janë nga Izraeli janë Izrael, as sepse janë pasardhës të Abrahamit janë të gjithë bi, por në Isakun do të quhet pasardhja jote. Do të thotë nuk janë bitë e Perëndis ata që lindin prej mishi, por vetëm bitë e premtimit numërohen si pasardhës. Sepse kjo është fjala e premtimit. Në këtë kohë do të vijë dhe Sara do të ketë një birë, dhe jo vetëm kaq, por edhe Rebeka mbeti shtatzën nga një njeri vetëm, Isakun, atin ton. Sepse para se t'i lindnin fëmijët dhe para se të bënin ndonjë të mirë atë keqe, që të mbetej i patundur propozimi i Perëndis për të zgjedhur jo sipas veprave, por prej atij që therret, ju tha asaj, më i madhi do t'i shërbej më të voglit. Siç është shkruar, e desha Jakobin dhe e urreva Ezaun. Çfarë të themi pra? Mos ka pa drejtësi te Perëndia? As pak. Ai i thot në fakt Mojsiut, do të kem mëshirë për ata që do të kem mëshirë, dhe do të kem dëmshuri për ata që do të kem dëmshuri. Kështu pra, kjo nuk varet as prej atij që do, as prej atij që vrapon, por nga Perëndia që shfaq mëshirë. Sepse shkrimi i thot faraonit pikërisht për këtë gjë, të ngrita që të tregoj të ti fuqinë time dhe që të shpallet emri im mbi mbardheun. Kështu ai ka mëshirë për atë që do dhe i ngurtëson atë që do. Ti do të më thuash pra, pse vazhdon të ankohet? Kush mund në fakt ti rezistoj vullnetit të ti? Po kush je ti o njeri që i kundërpërgjigjesh Perëndis? A mund t'i thot ena mjeshtrit përse me bëre kështu? A nuk ka vallë fuqi ponçari mbi argjilën për të bërë nga po ai brum një enë për ndërtim dhe një tjetër për çnderim? Dhe çfarë të thuash nëse Perëndia duke dashur të tregoj zemërimin e tij dhe të bëjë të njohur pushtetin e tij, duroi me shumë zemërgjerësi enet e zemërimit që qenë bërë për prishje, dhe që të bëjë të njohur pasuritë e lavdisë së tij ndaj enëve të mëshirës, të cilat i përgatiti për lavdi mbi ne, që edhe na thirri jo vetëm nga judejt, por edhe nga jo hebrejt. Amin. Pali, apostulli kombeve, blasfemues për ndjekës i kishës së Jezu Krishtit. Një njeri të cilën të krishterët e kishës së para apostolike dridheshin përpara tij nga frika e tyre kur e shikonin dhe shqetësoheshin veçanërisht. Por të tjera shikonin njerëzit dhe të tjera gjëra din dhe njeh Perëndia. Perëndia çfarë shikonte tek ai njeri? Tek përndjekësi dhe tek blasfemuesi?
Perëndia shikonte një shërbëtor të zgjedhur, të veçuar nga Perëndia për vepër të mëdha përpara Perëndisë dhe njerëzve. Çfarë shikonte Anania? Shikonte një njeri shumë të rrezikshëm për kishën dhe për bijtë dhe bijat e Perëndisë. Por ajo që ka rëndësi, vëllezër dhe motra, nuk është se çfarë shohim ne, rëndësi ka se çfarë shikon Perëndia. Ajo që ka rëndësi nuk është se si shohim ne, por si shikon Perëndia. Dhe këtë e dinte shumë mirë Rebeka. Isaku dhe njerëzit shikonin një djalë trim, Esaun, kurse Rebeka shikonte një njeri që do ta përulte Perëndia dhe do ta bënte që t'i shërbente vëllait të tij më të vogël. Përse? Sepse e urreu Esaun dhe e deshi Jakobin. Sa të kujdesshëm duhet të jemi kur gjykojmë dhe mendojmë se edhe i dallojmë gjërat mirë. Kur akuzojmë dhe kur dënojmë tjetrin. Sa të kujdesshëm duhet të jemi, duke e ditur se kush ecën sipas shikimit, patjetër që bën gabime. Ndërsa vetëm ai që ecën nëpërmjet besimit, ecën i qëndrueshëm dhe i fiksuar mirë në fjalën e Perëndisë. Sot, vëllezër dhe motra të dashur, le të dënojmë në zemrat tona çfarë do lloj gjykimi që të kemi bërë. Çfarë do lloj akuze që të kemi bërë për çdo njeri që të mund të kemi folur, duke menduar se atë që ne e kemi dënuar, Perëndia ta kuptojë mirë se Perëndia e ka vegël të zgjedhur në duart e tij. Ja mendo kështu. Ti të biesh në dokord me Esaun, të cilin Perëndia e urren, dhe të mos biesh në dakord me Jakobin, të cilin Perëndia e don. Çfarë pasonjash do të kesh në jetën tënde? Për këtë arsye, siguria jon është mos gjykoni, mos dënoni, mos besoni se keni një dallim të qartë, por kërkoni Perëndisë që t'u jap një ndriçim të vërtetë. Pali pra apostull i Zotit ton Jezu Krisht, pasi e vizitoi Jezu Krishti dhe në vend, u pendua dhe u kthye tek Zoti. 3 vjet e çoi Perëndia në Arabi, 4 vjet të tjera në Tars, në vendlindjen e tij, 1 vit tjetër akoma në Antioki, dhe kur tani më ishte gati, Perëndia e dërgoi. Kur ishte gati, i mvarur nga Perëndia, atëherë Perëndia e dërgoi. 8 vjet duheshin. Ishin të nevojshme për apostullin Paul që të jetë të përgatitej pra. Dhe tani, ndërsa gjendet në Korint, me udhëzimin e frymës të shenjtë ka kaluar nga Filipi, nga Verja, nga Saloniku, nga Athina, ndërsa është tani në Korint. Dhe pasi ka kaluar edhe nga Azia, dhe pasi ka bërë 3 udhëtime misionare, dërgon një letër tek romakët, që të përmbush misionin e tij, sikurse Perëndia kishte përcaktuar atë që të jetë përgjegjes për predikimin e ungjillit në kombet, sikur kishte përcaktuar Pietrin që të jetë përgjegjes për predikimin e ungjillit tek izraelitët. Me zbulesë të plot, ai njeri që ishte përndjekës, sikurse vetë e dëshmon duke thënë
se ndiqja jashtëma se kishën e Krishtit, duke përparuar në judaizëm për shumë veta, shumë me i zellshëm nga bashkëkombësit e mi, të gjitha këto gjëra që i kisha i shosi plehra, thot apostulli Paul. E kuptoi se ishte në mashtrim. Dhe u kthye tek ai që e thirri. Tani ka zbules. Tani mundet dhe predikon. Dhe ungjilli i tij, sikur se dëshmon, nuk është njerëzor. Nuk e mora nga njeriu, thot. Por vet Zoti im Jezu Krisht ma mësoi. Dhe thot gjëra të pabesueshme, ku vetëm Perëndia mund t'i thoshte. Të qarta, gjëra plotësisht të qarta, pa hezituar as pak, pa dyshuar dhe pa thënë se mbase është kështu. E dim, thot, me siguri të plot, se gjithçka bashkëvepron për të mirën, por tek kush bashkëvepron për të mirën? Gjithçka tek ato që Perëndia i thirrri sipas qëllimit të tij, dhe ku ato e pranuan ftesën e tij. Dy kushte që të bëhet që të bashkëveprojë gjithçka për të mirë në jetën e tij, të ketë pranuar ftesën e Krishtit dhe të marrim vendim të qëndrueshëm që ta duam Krishtin duke ruajtur urdhrat e tij. Kush i ka urdhrat e mia dhe i ruan ato, ai është ai që më don. Sot pra, të gjithë jemi të thirrurit e Perëndis, por nuk e di nëse jemi të gjithë të zgjedhurit e Perëndis. Në të kundërtën, mundësisht apostulli Paul thot, shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur. Kush janë të zgjedhurit? Ato nga që e duan Krishtin, bëjnë në të gjitha urdhërimet e tij. Nuk shohin se zgjedha e tyre është e rëndë, por me gëzim vrapojnë, duke thënë, me gëzim do të bëj vullnetin tënd, o Zot. Dhe nuk është e thjesht që të bësh vullnetin e Krishtit. Në të kundërtën është e vështirë, do të vinë në kundërshtime, me familjen, me kishën, me farefisin akoma, do të vinë në kundërshtim me zemrën tënde, me logjikën tënde, me dëshirën e mishit tënd. Nuk është e lehtë. Por e din apostulli Paul dhe dëshmon duke thënë se gjithçka mundem kur Perëndia i bën të mundshme në mua. Ajo që më intereson nuk është se çfarë mundem apo çfarë nuk mundem, sepse asgjë nuk mundem të bëj, por më intereson të marr forcë nga Krishti. Dhe kur marr forcë nga Krishti? Kur kërkoj urdhrat e tij që t'i vë në jetë, që t'i ruaj dhe nderoj, nuk i përçmoj ftesën që Perëndia nëpërmjet Jezu Krishtit dhe frymës të shenjtë me bëri, se përndryshe do të bëhem edhe unë kurvar. Kush është kurvari? Kurvari është ai që i njeh urdhërimet, por nuk i vën në jetë. Dhe kush është i pisët? I pisët është ai që përçmon vullnetin e Perëndis dhe kërkon për një pjatë ushqim botën. Apostulli Paul është plotësisht i qartë në këtë, duke thënë gjithçka bashkëvepron për të mirën tek ato që e duan Perëndin, ato që i kërkojnë urdhrat e Perëndis për t'i ruajtur dhe për t'i vënë në jetë, dhe nderojnë dhe lavdërojnë Perëndin dhe falenderojnë për ftesën që u bëri dhe i vendosin nëpërmjet Jezu Krishtit në kishën e tij. Dhe njeh edhe të ardhmen e mirë gjithashtu. Sepse gjithçka është e njohur tek Perëndia.
Tek Perëndia nuk ka të kaluar, të tanishme apo të ardhmen. Tek Perëndia është një e tanishme e përjetshme. Shikon dhe e dje shumë mirë se pas 1000 vjeçarit, nëse vazhdon kështu siç je, do të mbretërosh në përjetësi. E shikon Perëndia se pas ardhjes së dytë të Jezu Krishtit, do të jesh aty ku nuk duhet të jesh nëse vazhdon të jesh ashtu siç je. Sot është koha e përshtatshme. Sot është dita e shpëtimit. Sot, nëse dëgjojmë zërin e frymës së shenjtë, mos e ngurtësojmë zemrën tonë, të mos qëndrojmë në ato që nuk e kënaqin Perëndin, por të pendohemi dhe të themi: o Zot, më mëshiro. Më mëso se cili është vullneti yt. Sepse të gjithë sa i ka paracaktuar, të gjithë sa i ka paranjohur edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me te. Dhe të gjithë sa i ka paracaktuar edhe i ka thirrur. Dhe të gjithë sa i ka thirrur edhe i ka shfaqsuar, dhe ato që i shfaqsoi edhe i përlevdoi. Të gjithë ato që të qëndrojnë, të gjithë ato që qëndrojmë me hirin e Krishtit. Qëndrojmë besnik, të patundshëm në fjalën e Perëndis, të mvarur nga Krishti dhe të udhëzuar nga fryma e shenjtë. Atëherë, përse jemi sot këtu është shumë e rëndësishme, por nuk është një siguri e plot kjo se do të hymë të pasur nëpërmjet portës qiellore. Uroj të gjem hir nga Perëndia, uroj që të pendohemi, që të shijojmë jo vetëm ftesën e Perëndis, por edhe shfaqsimin edhe lavdinë e Perëndis. Dhe apostulli Paul tani shikon pranë i pikëlluar dhe i mërzitur, shikon izraelitët. I don, por nuk mundet të bëj asgjë për ta. Të mërshme. I don izraelitët, kush? Apostulli Paul, dhe s'mundet të bëj asgjë. Përse? Sepse as Krishti nuk mundet të bëj gjë në ta. Përse? Sepse ka një vendim të bëjnë vullnetin e tyre. Nuk interesohen as pak për të pyetur Perëndin. Dhe kur akoma është e dukshme se Jezusi Nazareas është Krishti biri i Perëndisë të gjallë, ato e mohojnë në mënyrë këmbgulese, duke e ditur në mendjen e tyre fjalën profetike, duke parë sipas mendjes së tyre, duke parë Jezu Krishtin dhe mrekullitë e Jezu Krishtit, dhe gjithashtu dhe dëgjojnë, por nuk binden dot. Nuk u binden. Dhe mërzitet apostulli Paul. Dhe do të donte akoma që të bëhej i mallkuar edhe ai vet, por nuk bëhet sepse as Krishti nuk mundet, sepse dhe Krishti u bë i mallkuar në kryq të Golgotës, por nuk i shpëtoi dot. Por ja që ato janë izraelit për shkak të Rebekës. Këtë të mos e harrojmë kurrë. Dhe ato kanë birrin që janë popull i Perëndis, kanë lavdin se si i viziton të pra Perëndia me ren e frymës të shenjtë, duke e njohur lavdin e Perëndis. Kanë beslidhjet, kanë ligjvënien, kanë adhurimin, kanë premtimet e etërvet, dhe nga ato lindi sipas Krishtit, sipas njeriut Jezu Krishtit. Kaq mrekullira në kalimin e kohrave të bëri Perëndia tek pasardhësit e Rebekës. Sa grua e bukur ajo, Dhe populli i Izraelit, qaf fort, kokë shkret, fytyrë egër dhe i papenduar, ecste në rrugën e tij. Dhe si rezultat një mbules përpara tyre për shkak të mosbesimit të tyre. Mbules.
sepse djalli u avërboi mendjen që të mos ndriçojë dot drita e ungjillit mbi ta, pra që t'i binden ungjillit dhe të shpëtohen. Aleluja. E të mërshme, dhe pyet apostulli Paul: ma mirë, si u bën kjo? Vallë, shkoj kot fjala e Perëndis. Si ndodhi kjo? Si ndodhi kjo dhe ai popull i zgjedhur i Perëndis u largua. U largua nga Perëndia i gjallë. Nuk pranoi atë që Perëndia e dërgoi. Dhe përgjigjet nuk është që të jenë të gjithë Izrael. Jo të gjithë janë Izrael, Dhe ta them, o Zot më fal, ta them kështu tani, nuk janë të gjithë të krishterë. E të mërshme, kemi të gjitha premtimet e Perëndis. Kemi hirin e Jezu Krishtit, lavdin, por nuk janë të gjithë sipas fjalës të Perëndis dhe sipas vullnetit të Perëndis. Nuk janë të gjithë. Për këtë arsye, unë si njeri e përsëris dhe një herë tjetër, tani është koha e përshtatshme, tani është dita e shpëtimit, dhe pak dhe nuk do të mundesh të bësh asgjë. Esau, Gjau, i hidhëruar dhe i mërzitur duke kërkuar përsëri bekimin e Perëndis, por nuk mundi ta marrë, se mori kurrë, sepse erdhi koha e përshtatshme. Vëllezër dhe motra, deri me rrëmbimin e kishës kemi rast të mos e humbasim, ju lutem. Dhe nëse diçka nuk shkon mirë në jetën tonë, tani është koha e përshtatshme, tani është dita e shpëtimit. Tani le të hap zemrën gjithsecili tek fjala e Perëndis dhe t'i thot amin fjalës të Perëndis dhe të kthehet tek ai që të vijë bekimi i Perëndis dhe siguria e rrëmbimit të kishës. Të mos lësh djallin të tallet me ty, të mos lësh farefisin tënd të tallet me ty, shokët apo miqtë e tu, apo njerëzit, gënjeshtra thojnë. Vetëm fjala e Perëndis është e vërtetë, vëllezër dhe motra. Vetëm Krishti është i vërtetë. Mos dëgjo vëlla. Dhe nëse nuk thojnë gënjeshtra, bëjnë gabim, sikur Isaku. Vetëm Perëndia tha të vërtetën tek Rebeka. Mos dëgjo askërkënd. Qoftë bëjnë gabim, qoftë me dashje i thojnë, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka nëse do t'i dëgjosh, nuk do të jesh në rrëmbimin e kishës. Zoti të na ruaj. Askërkënd nga ne të mos dëgjosh, vetëm ungjillin e Jezu Krishtit. Vetëm Krishti të mësoj, pyete. Vetëm Krishti të drejtoj, pyete. Vetëm fryma e shenjtë të drejtoj dhe të drejtoj gjithmonë në çdo të vërtetë dhe të tregoj të ardhmen. Derisa mundemi, derisa është e dhënë dhurat, edhe mësimi, edhe udhëzimi, edhe drejtimi, të gjitha janë të dhëna dhurat, edhe gjaku i Jezu Krishtit. Dhurat janë të gjitha. Sot është koha e përshtatshme. Sot është dita e shpëtimit. Perëndia e din. Por problemi është se edhe ne e dim. Problemi është, do të arrijë të kthehet delja e humbur. Do të arrish të kthehesh. Kohrat nuk janë në duart tona. Do të arrish dhe të vallë. Cila është sjellja jote për para fëmijëve tu? Sjellja e Isakut, sikur bëri Isaku, apo sikur Rebeka? Cila është lutja jote për familjen tënde? Lutja e Isakut apo e Rebekës? Do të arrish të pendohesh. Sot, tani është koha e përshtatshme. Tani, sot. E nesërmja nuk na përket ne. Aq më tepër e pasnesërmja. Perëndia e njifte sigurisht
përpara veprave të tyre, njifte edhe Esaun edhe Jakobin, përpara se të vepronin në jetë, dhe ja shfaqi Rebekës. Shpeshherë, vëllezër dhe motra, edhe ne e njohim nga vetë sjellja jonë që është pak e habitshme mbase se na shfaq Zoti, e të mërshmja është të mos e marrim parasysh sjelljen tonë. Ja mendoni ti thot Perëndia Rebekës se më i madhi do t'i shërbej të voglit dhe të thot Rebeka, e tani çfarë thua o Zot? I parlinduri Esau, ai ka të drejtën. Djali im i forti, trimi im, gjaku im. Jo, ai i thjeshti, i vogli që gatuan Jakobi, dhe duam ta kuptojmë këtë sikurse më ka shfaqur Perëndia sa rëndësishme është. Mendo për shembull një vajzë që don të martohet dhe ka përpara saj Esaun dhe Jakobin. Kë do të zgjedh që të martohet? Esaun apo Jakobin? Dhe kjo ekziston edhe për ne. Kë zgjedhim për të jetuar gjithë jetën tonë? Kë zgjedhim? Të fortin, të fuqishmin, kus do të ketë kur uri sepse është gjatar i mirë, apo ai që s'din të bëjë gjë tjetër veç se të gatuaj, ai që është çuni mamas, ta themi, Kë do të zgjedhësh vallë? Sa gabim të madh do të bësh nëse do të zgjedhësh sipas shikimit? Dhe sa shpëtim i madh do të jetë nëse do të zgjedhësh nëpërmjet besimit në fjalën e Perëndisë? Sikur se zgjodhi Rebeka. Ma val, kjo është padrejtësi e Perëndisë. Ja bëre të padrejtë Esaut Perëndia. I bëre të padrejtë, ishte i parlindur dhe i vodhi Perëndia par birnin, i vodhi Esaut. I padrejtë është Perëndia. Sepse shpeshherë e bëjmë të padrejtë Perëndin. Dhe shumë më tepër i bëjmë të padrejta njerëzve që janë në shetrim. I gjykojmë, i denojmë, i akuzojmë, por ja që janë njerëz që i ka zgjedhur Perëndia dhe i përdor Perëndia. Përse? Sepse ne jemi më të drejtë nga Perëndia. Perëndia është i padrejtë. Dhe apostulli Paul që i njeh këto gjëra thot: ta besoni dhe ta dini se nuk është as që të duash, as që të vraposh, por është sipas mëshirës që bën Perëndia. Çfarëdo mundimi që të bëj Esau tani më, përfundimisht është nëse do ta mëshiroj Perëndia. Sa do i fort, sa do i rëndësishëm, sa do mençuri, sa do bukur ti thuash, sa do bukur ti dëgjosh, është nëse Perëndia mëshiron. Të të mëshiroj Perëndia. Të mëshiroj gjithmonë Perëndia. Të ketë mëshirë Perëndia për ty. E din që do të thot mëshirë? Do të thot nuk je i vlerë, nuk je i denjtë të bekoj, por sipas mëshirës së tij të madhe të bekon. Nuk je i denjtë për bekimin e tij. Përse? Sepse beson në fjalën e Perëndisë, i bindesh fjalës të Perëndisë, i bindesh fjalës të tij, nuk vazhdon të diskutosh majtas dhe djastas, nuk thua dhe nuk merresh me thashë theme, por shikimi yt është tek Jezu Krishti Zoti. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra. Nuk është që të duash as që të vraposh, por sipas mëshirës së Perëndisë. Dhe shpjegon. Perëndia bën durim shpeshherë. Tek enë për zemërim të cilat janë të përgatitura për në humbje. Në kishën e tij e tmerrshme, bën durim për ato që janë për në humbje dhe shpeshherë edhe në kishë, brenda kishës, pa besueshme. Përse? Që të duken cilët janë të sprovuarit, që të duken ato që zgjedhin të ndeshme dhe të mohojnë të pavlerën,
Përse? Sepse i japin kujdes fjalës së Perëndis. Janë të kujdesshëm në zërin e frymës të shenjtë. Janë të kujdesshëm në udhëzimin që i udhëzon fryma e shenjtë. Për këtë arsye, çfarë dëgjon me kujdes në këtë moment? Zërin e djallit? Ai të flet, në qoftë se nuk i jep kujdes fjalës së Perëndis. Nëse fjala e Perëndis nuk vjen të prek, nuk vjen të hap zemrën tënde që të ndreq, të pendohesh, të kthehesh, dëgjon zërin e djallit dhe nuk e ke kuptuar. Dhe mund të jetë edhe pranë teje dhe nuk e ke kuptuar. Janë të varura për zemërim. Nuk kuptojnë, të mbyllur mendjen e tyre, e mbyllur zemra e tyre. Lavdërojnë, por janë për zemërim dhe të varura nga djalli. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra të dashur. As të bëhemi dhe as të dëgjojmë. As që t'i ndjekim. Perëndia të na ruaj. Sepse me Perëndin nuk luajmë dot. Nuk mund të luajmë me Perëndin. Perëndia të na ruaj. Dhe në të kundërtën, sikurse Perëndia i lejon, sikur lejon djallin me gjarprin të gjenden në parajs për të mashtruar, qoftë mundur dhe të zgjedhurit, sikurse Perëndia lejon të varura nga djalli që të mos munden do të dëgjojnë fjalën e Perëndis, që djalli të ketë vërbuar mendjen e tyre, kështu edhe zgjedh Perëndia vegla për nderim. Të zgjedhura për nderim, të cilat i përgatit për lavdinë e tij. Dhe cila është karakteristika e tyre? Të mëshirshme, dashuriet, të përulur dhe të butë, të ëmbël, vegla sikur Rebeka. Lavdi Perëndis. Të mvarura për lavdinë e Perëndis. Të përgatitura për lavdinë e Perëndis. Të këto vegla që duam të jemi të gjithë ne, vëllezër dhe motra, të lutemi që të bëhemi të gjithë të tillë, të gjithëvet. Të këto vegla të zgjedhura, gjithçka bashkëvepron për të mirën, sepse e duan Perëndin dhe janë të thirrur të tij. Dhe të përcaktuar që të marrin shëmbëltyrën e Krishtit. Sot pra është koha e përshtatshme. Sot është dita e shpëtimit. Unë them, sot është dita e bekimit. Ose sot është dita e mallkimit. Zgjedh rrugën që don të ecësh. Sepse në lirinë e plot na ka lënë Perëndia që të zgjedhim, të vlefshmen dhe të mohojmë të pavlefshmen. Në lirinë tonë të plot, të zgjedhim të vlefshmen dhe të mohojmë të pavlefshmen. Dhe atëherë jo vetëm që gëzohet Perëndia, por edhe na përdor sikur të jemi goja e tij.